Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria para një përpjekje të re për të zgjidhur mosmarrëveshjet fqinjësore të cilat kanë bllokuar rrugën eurointegruese të vendit. Kryeministri Hristijan Mickoski konfirmoi sot pas takimit me përfaqësuesen e lartë të BE-s Kaja Kallas se ka pranuar propozimin që në kuadër të samitit të NATO-s që do të mbahet muajin e ardhshëm të mbahet një takim bilateral mes presidentëve të dy shteteve, Gordana Siljanus Kadafkova dhe Rumen Radev, ku të dyja palët do të mund të shkëmbejnë argumentet para përfaqësuesve të BE-s, NATO-s dhe SBA-s. Ne kemi pranuar atë dhe sot biseduam përsëri për këtë me zonjën Kaja Kallas dhe konfirmuam përsaktimin ton që të qëndrojmë pas asaj që kemi thënë se e pranojmë këtë. Ne biseduam me presidenten Siljanovska, do të përgatitemi në mënyrë më të mirë që dim dhe mendoj se është mirë të kemi një takim të tillë ku mund të dëgjojnë argumentet e të dyja palëve, posaçërisht në margjinat e samitit të NATO-s, sepse ne jemi faktor stabiliteti dhe ashtu duhet të sillemi edhe në rajon. Fatkeqësisht ka fuqi në rajon që duan të reflektojnë jo stabilitet. Dhe kur do t'i kishim gjithë argumentet në një takim të tillë, do t'ishte shumë mirë. Nga ana tjetër, përfaqësuesja e lartë e BE-s Kaja Kallas shpreson se mund të gjenden mekanizma që të zhbllokohet procesi i negociatave të vendit për antarësim në BE. Ajo tha se nuk ka plan B për Maqedoninë e Veriut, pasi shpresojnë se do të funksionojë plani A. Vlerësoj se ka hapësirë ku mund të bëjmë diçka, nuk do të hyja në detaje. Nëse ka përparim, atëherë do t'i publikojmë në opinion. Ne fokusohemi në planin A dhe përpiqemi që ai të funksionojë, sepse kur kalon drejt planit B, atëherë plani A del nga loja. Ndoshta tingëlloj sikur të flas me shifra, por dua t'ju them se ende shpresoj se plani A do të funksionojë dhe do të jetë i suksesshëm. Punojmë për atë. Nëse jo, atëherë do të kalojmë në fazën e ardhshme. Maqedonia e Veriut ka mbajtur 3 vite më parë seancën e parë ndërqeveritare me Bashkimin Evropian, megjithatë ende nuk ka hapur negociatat për shkak të vetos nga ana e Bullgarisë. Sofia kërkon që Maqedonia të futë në kushtetutën e saj komunitetin bullgar për të zhbllokuar procesin, ndërka që Shkupi kërkon garanca se vendi nuk do të përballet me kushtet e tjera gjatë rrugës së antarësimit.